Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin ton Shtëpia e Dijes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhe mirë se erdhët. Hoxh, assalamu alaikum dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Hoxh, për cilën sure do të na flisni sonte? Po, sonte do të flasim për surën Nas. Kjo është një sure që është zbritur, është surja e fundit e Kuranit, edhe në kjo sure kuptimi i saj është kërkimi mbrojtje prej Allahut nga e keqja e shejtanit. Hoxh, a mund na thuash kuptimin e kësaj sureje dhe komente? Po. Kuptimi i kësaj sure është një kuptim shumë i bukur, edhe është një kuptim shumë i mirë, i dobishëm. Allahu subhanahu wa taala thot: "Kul a'udhu bi rabbin nas." Thuaj, kërkoj mbrojtje prej Zotit të njerëzve. Melikin nas. Ai është sunduesi i njerëzve. Ilahin nas. I adhuruari i njerëzve, i vetëm. Pra njerëzit adhurojnë vetëm Allahun, i adhuruari i vërtet i njerëzve. Allahu subhanahu wa taala në këtë sure ka përmbledhur 3 cilësitë më të bukura dhe më të mira të Allahut subhanahu wa taala. E para është Rabbin nas, Zoti i njerëzve. E dyta, sunduesi i njerëzve. Zoti është ai që kujdeset për njerëzit. Zoti është ai i cili ka krijuar të gjitha krijesat. Zoti është ai i cili furnizon njerëzit. Zoti është ai i cili ju jep të mira njerëzve. Melikin nas, të gjithë njerëzit janë pronë e Allahut subhanahu wa taala, janë të Zotit, të gjithë njerëzit. Ilahin nas, i adhuruari i vërtet i njerëzve. Njerëzit vetëm Zotin, vetëm Allahut duhet të adhurojnë me të vërtet. Çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut është e kotë. Çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut, pra nuk bën as dëm edhe as dobi. Ai që e meriton të adhurohet, kush është? Është vetëm Allahu. Ilahin nas, i adhuruari i vërtet i njerëzve. Min sharril waswasil khannas. Prej të keqes së shejtanit i cili mshifet tek njeriu. Kush është shejtani që mshifet tek njeriu? Shejtani është ai i cili i bën vezvese njeriut, i përshpërit në mendje, edhe e mëson njeriu që të punojnë punë të këqija, pra ja sjell në mendje që të punojnë punë të këqija. Pra i bën vezvese njeriut. Mundohet që ta shmang njeriu nga punët e mira. Kur mundohet njeriu që të punojnë një punë të mirë, shejtani i përshpërit në mendje dhe i thotë që mos e bën këtë punë. Lere këto, nëse njeriu pra ka për të bërë një punë të keqe, shejtani vjen edhe ja zbukuron, i thotë bëre se ajo është e mirë, ti do të kënaqesh me to, pra për ta dëmtuar njeriu edhe për ta shkataruar njeriu. Pra shejtani i përshpërit njeriu në mendje. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ai i cili i bën vezvese njerëzve pra në mendjet e tyre dhe në gjokset e tyre. I bën vezvese njerëzve, i orienton ata që të punojnë punë të këqija. Min el jinnati wan nas, qoftë ky shejtan prej xhindve ose prej njerëzve. Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur këtë sure, edhe na ka mësuar në këtë sure se si të kërkojmë mbrojtje Allahut prej shejtanit. Ti kërkojmë mbrojtje Allahut prej shejtanit i cili qoka kaq i dëmshëm për njeriu. Çfarë bën ky shejtani? Ky shejtani e mëson njeriu se si të punojnë punë të këqija. E mëson njeriu, i mëson vezveset, i mëson njeriu moralet e këqija, i mëson njeriu fjalët e turpshme, i mëson njeriu që të sillet keq, mos ketë karakter të mirë, i mëson njerëzit që të merren me punë të dëmshme, e kështu me radhë prej punëve të këqija pra që i bëjnë njerëzit. Të gjitha këto punë shejtani i mëson njerëzit për to. Shejtani mund të jetë prej xhindve, mund të jetë edhe prej njerëzve. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtje prej Allahut me këtë sure nga shejtani. Kjo sure gjithashtu ka një rëndësi shumë të madhe. Kjo sure lexohet edhe para se të flenë njeriu gjumë.
Pra është mirë që muslimani para se të flejë gjumë të lexojë këtë sure, bashkë me surën Felek edhe surën Ikhlas, sikur e tham edhe në emisionin e kaluar. Tham që profeti sallallahu alaihi wasallam para se të flinte gjumë, i vendoste duret kështu, i bante duret kështu edhe lexonte Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falaq, Kul a'udhu birabbin nas, i frynte duret edhe fërkonte me ta trupin e tij edhe pastaj flinte gjumë. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë njërit prej shokëve të tij, në qoftë se ti lexon këto 3 sure, pra nuk do të gjejnë asnjë gjë e keqe, do të jesh në mbrojtjen e Allahut derisa të vijë agimi. E në qoftë se ti lexon këto në agim, nuk do të gjejnë asnjë gjë e keqe, do të jesh në mbrojtjen e Allahut derisa të vinë darka, pra të vinë nata. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtje prej Allahut, pra me anë të kësaj sure dhe muslimanët duhet të kërkojnë mbrojtje e Allahut prej shejtanit me anë të kësaj surje. Po mirë hoxh, ne edhe pse jemi fëmijë, a kemi shejtanin? Po, edhe fëmijët kanë shejtan. Sepse edhe fëmijët bëjnë gabime, edhe këto gabime shejtani ju asjell në mendje që të bëjnë gabime. Çdo njeri ka shejtan. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, çdo njeri prej bijve të Ademit, pra çdo njeri ka një shejtan, i cili pra i bën vezvese edhe i përshpërit mendje që të punojnë punë të këqija. Hoxh, po profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pasur shejtan? Po, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka pasur shejtan. Por se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, edhe unë thot kam shejtan, por se Allahu më ka ndihmuar mua, edhe ky shejtani im ka pranuar Islamin edhe nuk më urdhëron mua vetëm se për punë të mira. Me kaq e mbyllim komentimin e surës Nas. Po në qoftë se ne e lexojmë këtë sure, a mund të na ruajë Allahu nga shejtani? Po, në qoftë se lexojmë këtë sure, ne jemi në mbrojtjen e Allahut nga shejtani. Mund t'i vinë shejtani njeriu edhe i bën vezvese, i jep mërziti, i duket sikur nuk është mirë, i duket. Edhe në qoftë se lexon këtë sure, e lexon disa herë këtë sure, atëherë Allahu subhanahu wa taala qetëson njeriu edhe i jep atij lumturi, i jep kënaqësi në zemër, edhe e ruan nga vezveset, nga të këqijat e shejtanit. Edhe sonte, si në çdo emision tjetër, ka ardhur koha që ta mësojmë surën përmendës së bashku me Hoxhën. Po. Hoxhë, mund të vazhdoni? Po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. Cilët janë dobitë e kësaj sureje? Po, dobitë e kësaj sureje janë se njeriu, Allahu subhanahu wa taala e ka mësuar njeriu se si të kërkojë mbrojtje prej shejtanit. Pra, me këtë mënyrë njeriu arrin të shmang dëmin e shejtanit, të ruhet nga e keqja e shejtanit. Dhe kjo është dobia më e madhe, që njeriu të ruhet nga e keqja e shejtanit, se shejtani është armiku më i madh i njeriu. Shejtani mundohet me devijuar njeriu në maksimum, që të bëjë njeriu vetëm punë të këqija, edhe të zemrojnë Allahun. Pra, prej dobive të kësaj sure është se Allahu na ruan nga shejtani kur e lexojmë këtë sure. Dobi tjetër është se shejtani mundohet që të jap mërziti njeriut, ta urdhërojnë për punë të këqija edhe për gjëra të cilat nuk janë të mira. Mirë, po kur e lexon njeriu këtë sure,
ai më fshihet edhe e keqja e tij zhduket. E keqja e tij pra shmanget, largohet e keqja e shejtanit. Edhe kjo është një dobi shumë e madhe, pra që e kemi në këtë sure. Po ashtu, mësojmë prej kësaj surje se shejtanët mund të jenë edhe prej gjindve, edhe prej njerëzve. Ka njerëz të cilët janë si shejtan. Këta vinë edhe të mësojnë për punë të këqija, shokët e këqij, që të vinë edhe të përshpërisin, thotë, hajde të bëjmë këtë punë të keqe, të mësojnë për gjëra të këqija. Edhe njerëzit du të kërkojnë mbrojtje prej Allahut, që Allahu ta ruajë prej shejtanëve të cilët janë gjind, edhe prej shejtanëve të cilët janë njerëz. Edhe kështu njeriu arrin që të ruhet nga e keqja e shejtanëve me anë të kësaj surje. A ka ndonjëri që e ma mend surën? Ta thot? Po. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mashallah, shumë bukur e lexove, të lumt. Pasi mbarua me leximin e Kuranit dhe mësimin përmendësh, ka ardhur koha që të ndahemi. Por mos harroni që ta mësoni përmendësh dhe t'ia thoni prindërve në shtëpitë tuaja. Falenderojmë dhe hoxhën që ishte këtu me ne, nga unë Jahja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe nga unë Selma, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.